U ndërtuan gjatë regjimit monist të Enver Hoxhës për të shërbyer për mbrojtje dhe strehim në rast lufte, por këto bunker nuk u përdoren asnjëherë për qëllimin që u ndërtuan. Në fshatin Valikard të Bulqizës ende 10 bunker qëndrojnë ashtu siç i ndërtuan, e një pjesë prej tyre janë dëmtuar për t'u marrë hekur dhe për ta shitur më pas për skrap. Por teksa kalon në rrugën nacionale në drejtim të Maqellarës, është e pamundur të mos e pikasësh pamjen e zonës me 10 bunker të asaj kohe. Më të shumt kanë mbetur bunkeret në fshatin Valikardë që duken direkt nga rruga nacionale. Ndërkohë, sipas të dhënave, mësohet se në vendin tonë u ndërtuan rreth 170.000 bunker të mëdhenj të vegjël. Ekspertët llogaritin se kosto e ndërtimit të një bunkeri të vogël shkon 2.000 deri në 4.000 euro me vlerën e lekut të sotëm, ndërsa një bunkeri të madh ka kushtuar afërsisht 10 deri në 20.000 euro me çmimet e sotme. Në zona të ndryshme të Shqipërisë, bunkeret të mëdhenj janë privatizuar nga banorët, të cilët i kanë përshtatur duke i kthyer në hapësira komoduese dhe biznesi.